Vetëm 2 ditë më parë gjinisht ka mbaruar Liga Arabe, një summit shumë i rëndësishëm. Të lutem më jep detajet dje. Më jep detajet sepse ti je një nga njerëzit e vetëm në Shqipëri që mund të japësh detaje se i merr nga burimet origjinale. Gjinisht, çka ka ndodhur e para një ç'ishte ky summit, kur ishte parashikuar, ma thuaj shkurtimisht të pjesë, dhe për çka kanë folur dhe pse kanë dalë kundër Trumpit, pra për çështjen e Gazës. Po. Çka ka ndodhur realisht? Samiti Çani ishte në vijim të kontributeve për zgjidhjen e krizës, ishte planifikuar të bëhej në fundin e muajit që shkoi në Riyadh, po u shty, sepse me sa duket diskutimet direkte midis Washingtonit dhe Kremlinit nuk arritën të mbylleshin, sepse u tham fillim që do kishte një takim direkt në fund muajit shkuar midis Trumpit dhe Putinit, si duket gjërat nuk janë akoma gati, kështu që shtyrja e samitit ishte në vazhdën e këtyre zhvillimeve. Ndërkohë që samiti i Ligës Arabe u bë mbylli punimet dje në Kairo në Egjipt, dhe Liga Arabe, duhet thënë Çani, Liga Arabe është nga institucionet dhe organizimet më të rëndësishme që nga koha e themelimit të saj në vitin 1945, sepse aty bëjnë pjesë 22 vende, imagjinoni 460 milion njerëz, 13 milion kilometër katror, dhe vendet ka një buxhet prej 3.4 trilion dollar. Pra është fuqi e madhe dhe vazhdon të ketë influencën më të madhe në të gjithë lindjen e mesme. Mirë, në fund të punimeve, deklarata e samitit pati disa pika, megjithatë unë kam ndarë 4 shtylla kryesore, të cilat bien në kundërshtim totalisht me propozimin e presidentit Trump. Sigurisht që vendimet e Ligës Arabe i bashkangjiten edhe qëndrimit të Unionit Evropian dhe shumë aseteve tjera dhe faktorëve tjerë politik ndërkombëtar në qastin e tyre për zgjidhjen e çështjes së konfliktit ndërmjet Hamasit dhe Izraelit. 4 çështjet ishin kryesore, mendojmë. Aktor kryesor kush ishte? Arabia Saudite e një? Jo, janë 22 vende, po aktor kryesor u drejtua nga presidenti Sisi. Ai e drejtoi gjithë kohën samitin, po sigurisht ishte emiri i Katarit, ishte nivelet më të larta të përfaqësimit. Pra samiti u bë në Egjipt. Në Egjipt u bë. Ishte parashikuar të bëhej në Riyadh. Bëhej në Riyadh. Tani kush ishin 4 pikat kryesore mendojon? E para, miratimi i planit egjiptian për rindërtimin e Gazës. 53 miliard dollar. 53 miliard dollar çmuar totalisht plani për rindërtimin e Gazës, sigurisht që po ky është projekt egjiptian. Po, pati është një projekt rreth 200 faqe dhe u shpalos projekti, domethënë nëpërmjet inteligjencës artificiale ato kishin bërë një projekt pothuajse të gatshëm. Projekti përfshin jo vetëm infrastrukturën, jo vetëm banimin, jo vetëm zonat e banimit, por edhe breakdating, për herë të parë fillon për breakdating për ndërtimet e hoteleve, për qendrat e teknologjisë etj. Pra bëhet fjalë për një rindërtim të Gazës në nivele që nuk i ka patur kur Gaza. Kush e financon këtë para? Është një çështje e hapur. Vendet arabe kanë thënë që ne jemi të gatshëm ta investojmë, ta financojmë totalisht projektin, por të bëhet zgjidhja me 2 shtetet, një vetë shteti i Palestinës. Ndërkohë ka një zë që akoma gjithnjë më tepër vjen në duke dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Eri Solli në vëmendje ka përgjegjësi për çdo çështje që ndodh. Pra ideja është që edhe Izraeli, i cili është shkaktari kryesor i këtyre dëmeve, të jetë pjesë e financimeve. Megjithatë gjërat janë të hapura, nuk besoj se çështja mbetet se kush do ta financojë. Çështja mbetet, çështja si thuaç është e kurzuar nga një zgjidhje e përhershme, stabile. Të gjitha. Në momentin që pranohet shteti palestinez, gjithë janë gatshëm pastaj ta bëjnë ndoshta edhe vetë arabët. Pra në thelb është propozim. Ky summit në thelb. Cili është lajmi? Është kundërvendje e planit Trumpit. Po pse? Në mënyrë absolute. Vendet arabe tregojnë që nuk janë dakord me gjë e para ishte rindërtimi. E dyta, refuzojnë shpopullimin. Ky është problemi kryesor. Ose Trump vazhdon i bia aty muzika akoma. Nuk është tërhequr, nuk ka sjell një verdikt të dytë. E treta është konteksti kush do ta menaxhojë Gazën. Qoftë gjatë rindërtimit i cili çuditërisht do jetë një rindërtim bombastik mendoj, 53 miliardë do të hidhen për 3 vjet. 3 vjet do zgjasë rindërtimi i gjithë Gazës. Do thotë që nëse. Shiko. Ti lëm këto nëse. Atëherë edhe një herë. Shtëpia e Bardhë ka sjell një plan. Arabët kanë sjellë një plan tjetër. Ky summit ishin amerikanët? Jo, nuk ishin.
Ky është samit midis arabëve o gjinish. Patjetër, por ishte i ftuar dhe kreu i Kombeve të Bashkuara, ti do thuash që nuk ka asgjë, po sigurisht që ka shumë. Që është non grata në Izrael. Çështja është që kemi dy oferta. A është non grata në Izrael ky? Po, kjo është çudi e madhe, edhe kjo është. Jo, nuk është çudi e madhe. Pra çështja është diskutuar dhe si do të administrohet edhe teknikisht gjatë këtyre 3 viteve. Gaza do jenë disa teknicien, nuk do jetë as dorë të Hamasit, as dorë të qeverisë Abu Mazenit, do t'jenë teknicien, kjo ishte e treta, sepse e dyta ishte konteksti i shpërnguljes, dhe e katërta, sigurisht që këtu janë përfshirë edhe zgjedhjet. Pas pak kohë është bën zgjedhje sepse në Palestinë ka më shumë se 1 dekadë që nuk ka zgjedhje. Janë për Gazën ti. Edhe Gaza dhe Bregu Perëndimor, dhe Abu Mazen nuk bën zgjedhje. Po pse në Gaza dhe thua janë të gatshëm me zgjedhje tani në këtë situatë? Shiko. Ky është plan për ta rikthyer gjendjen e këtij rajoni në hullit normal. Dhe patjetër që bëhen, nuk është problem atë të bëhen zgjedhjet. O gjenish, dëgjoj Ariane, kam një pyetje. E kuptova 4 pika që më the. Tani kam një pyetje. Është një shumë e rëndësishme. Vendosja e paqëruesve nga UKB-ja që të garantojnë armëpushimin. Tani kam një pyetje. E kuptova. Tani kam pyetje. Me i ti ke ndjekur të samit. Ora Izraeli që posoi ato viktimat 1000 ca veta brenda ditës. Dhe që bëri atë luftë atje, që zgjati sa zgjati? 2 vjet sa vajti? 1 vit e gjys. 1 vit e gjys. Ore, Izraeli do pyetet çdo bëhet në atë vend apo fare? Ko pyetje e kam të? Unë kam përshtypjen që Izraeli mbështetit totalisht, jo kam përshtypjen, por kështu ndodhi planin e Trumpit. Madje plani i Trumpit ishte çudi për Netanyahu, se shkoi shumë më tepër nga ajo çfarë mendonte Netanyahu. Kështu që nuk besoj që Izraeli do të ketë një plan të vetin. Ashtu sigurisht se Palestina nuk ka një plan të vetin. Se Izraeli nuk ka plan, pra bërë gjithë edhe luftë atje? Po mbështeti plan zgjidhje, po themi, armëpushimin, për te armëpushimit. Ore Izraeli nuk ka ndërmend të futet Gaza të ri atje, vëlla, të futi kolonët. Kjo është një tani do vemi te thelbi apo do rrim bllovo? Jemi në diskutime. Gjitha gjërat janë të hapura. Tani, meqense, okay, vazhdojmë pak me këtë? Jepi pra. Meqense folëm për rritë raporti forcave, të lutem. Po patjetër. Pjesa morale, Okej, atëherë raporti forcave. I miri i keq e mësuar me këto mashtrime. Presidenti, sepse ti the që është vetëm qasja arabe. Presidenti Sisi bëri thirrje Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'japin kontributin e tyre për stabilitetin e rajonit. Pra e mirëpret. E para, të lutem gjinish, mos thuaj ato që ata thon publikisht se ato gënjejnë. Po thuaj ato që nuk na thon gjinish, të lutem. Mirë. Please. Ti jaqi zgjuar sa të thosh ato që nuk na thon. Samiti ka 2 çështje që nuk na i thon. Ha pra gjinish, na ikën 10 minuta kod gjinish. Këtë gjëra. Please. Këtë gjëra do. Atëherë, kemi zhvillimet e brendshme në Izrael. Ka 2 raporte. Sa qef kam bëj debat me ty, kam shumë qef të pjesë. Më thuaj. Ronin Bar, shefi i Shabakut. I kujt? Shefi Shabak. Shabak është shërbimi i brendshëm Izraelit. Shabaku ka nxjerr raportin për herë të parë ku tregon dështimin qoftë nga pikpamja e shërbimit, qoftë nga pikpamja e ushtrisë mbi 7 tetorin. Domthonë sulmi ishte krejtësisht i paparashikueshëm. Është goditje për qeverinë. Nga ana tjetër ka një hetim që është bërë nga policia izraelite, e cila tregon që në 7 shtator, jo vetëm që u zun papritmas gjitha forcat izraelite, nuk ishin të gatshme, por nuk ishin edhe të gatshme të reagonin shpejt. Ka ndodhur pas disa orësh reagimi dhe këtu është ngritur një pikpyetje e madhe, e cila është vërtetuar që forcat izraelite kanë vrarë në ndërhyrje sipër kur reaguan, kanë vrarë palestinezët që ishin futur atje, njerëzit e Hamasit, luftëtarët, por kanë vrarë dhe izraelit pafund. Dhe këtu bëhet debati a u aktivizua në një kohë kaq shpejt ajo që ne kemi folur shpesh herë, projekti Hannibal. Dhe më thëmë më mirë një peng i vrarë se sa një peng në duart e armikut. Ky është zhvillimi i brendshëm. Tensionet e brendshme vazhdojnë të vinë në rritje. Netanyahu me njëherë pas raportit të shefit Shabakut po lëviz për ta hequr nga detyra, për të sharkuar, po ka antagonizëm shumë të madh. Elementi i dytë. Më thuaj cili është qëllimi final, na po të ndërojmë gjini. Elementi i dytë. Në fund javës shkon Steve Witkoff, i dërguar i posaçëm i presidentit Trump për lindjen e mesme. Shkon dhe bën vizitë në lindjen e mesme. Do fillojnë në Izrael, pastaj do fillojnë në vendet arabe. Çfarë ka pas kësaj? Nëse kemi ndjekur propozimin ose presionin e presidentit Trump, plani i paqes i vendosur në 19 janar përfshinte 3 faza. Sa po ka mbaruar faza e parë? Janë këmbyer 33 pengje izraelite me 2000 pengje, afërsisht 2000 pengje palestineze. Por Hamasi ka dhe 59 pengje, nga cilët vetëm 24 mendohet të jenë gjallë. Që ta mbyllën të janë dhe 4000 tjerë. Më the Arian, çfarë nuk më tha Samiti, po më the. Okej.
Trump ka ndërhyrë nëpërmjet Witkoff që mos kemi fazë 2 dhe fazë 3 të këmbehen më një herë pengjet dhe ka negociuar edhe këtë takimi që është bërë ndërmjet CIA-s dhe Hamasit, është negociuar kryesisht për pengjet amerikane, ka disa pengje izraelito-amerikane që vazhdojnë të jenë aty, ndërkohë që Izraeli ka shkelur armëpushimin, që do të thotë jemi në një moment shumë vështirë. Izraeli mund të rikthehet. Mund të rikthehet luftës sërish. Dhe ky do të jetë problemi më i madh. Çfarë problemi është baba? Sepse në momentin që gjithë bota me kontribute të jashtëzakonshme arriti të vendos një armëpushim dhe këtu kishte rolin e tij dhe administrata Trump dhe ne kemi ngritur pse bëri në momentet e fundit Biden etj. Por çështja është sa do mbajë ky armëpushim. A do jenë të gatshëm palët dhe gjithë aktorët e përfshirë, gjithë aleancat e përfshira që t'japin fund këtij konflikti, apo me njëherë pas këmbimit të pengjeve, filloj plani 2, i cili mund tjetë plani i Trumpit për shpërnguljen totale dhe atyre njerëzve, pavarësisht se vendet arabe nuk e kanë pranuar dhe një nga problemet që unë shoh këtu është, nëse vendet arabe nuk pranojnë deportimin ose largimin e palestinezëve, kush do jenë në lojë? Do jenë vendet alternative. Cilat janë? Që mund të jenë, që President Trump e ka bërë, jo nuk është tjetër, Trump 2 milion njerëz. Sepse jo. Si ka të gjini se jemi. Edhe një herë, një minutë. Qëndro pak. Ka filluar rekrutimi i palestinezëve, të cilët duhet të largohen vullnetarisht çani, vullnetarisht. Nuk jemi sonte atje pra. Sonte jemi të kuptuar pak dritë i jetë. Okej. Të lutem gjini se disa larg jemi nga ai moment më. Puna është marrë një vesh vlla në këtë raport forcash. Amerikanët dhe izraelitët do arrijnë qëllimin e tyre vlla. Të dyja palët... Apo do zbythen përballë vendeve arabe dhe ku diun se kush tjetër. Kjo është pyetja që është. Okej, për opinionin mediatik izraelit. Ta bëjmë të thjesht bisedë për njerëzit na dëgjojnë. Okej, ajo që oferta e president Trump, e cila ishte ekstremisht në kahun e Izraelit, për hir të vërtetës si formë zgjidhje, nuk ka qëllim tjetër vetë se të japë një mbështetje politike kryeministrit Netanyahu në një pozitë vështirë të brendshme me aleatët e tij dhe që të mos bjerë qeveria e tij. Mos harroni që ai ka procese të hapura dhe shkon shpesh në gjykatë. Kjo është kryesorja. Por unë nuk mendoj që secili nga këto plane mund të realizohet totalisht pa marrë në konsiderat anën tjetër. Patjetër. Mendoj që do ketë një miks. Do rikthehemi një herë me Gjinishin, zonja Zotrin, po bëjmë një xhiro urgjent tani tek East Side Residence.